12 janar, ngriun luftoni për vendin tuaj. Rama vazhdon dhe kërkon të paraqitet si viktimë anti-amerikane, duke dhënuar përfaqësuesin amerikane, të cilën e ulin ngjitur me më të korruptuarën e qeverisë të Balluku. Ajo nuk i dha dorën, por ishte një grack. Dhe fjalimi i tij, duke i përmendur përfaqësuesit Trump, se këtu mund vinë kinezët, tregon që Rama nuk është në orbitën mendore reale. Dhe gjithmonë kërkon të pozicionohet me Macron, me BE, me Kinën, por dhe me Moskën, sepse ndjen se çfarë mund ngjasë. Përfaqësuesi amerikanë ka marrë pjesë në një veprimtari, të cilën Trump e ka nxjerrë jashtë ligjit në Amerikë. Nuk ndërtojnë mullinj me erë për energjinë në Amerikë, ka urdhër ekzekutiv. Sepse Trump thotë që ata që përfitojnë janë kinezët. Ata i prodhojnë këto dhe ka dëme të mëdha në ekosistem. Pra shkatrojnë dhe vdesin ose ngordhin, po i themi, zogjt, kafshët, pra nuk ka vlera reale ekonomike. Aq më tepër që duke qenë thjesht përfaqësuese një kompanie amerikane, por nuk dihet se kush janë aksionerët, dhe aq më tepër që fitimin real do ta bëjnë kompanitë kineze që shesin ato mullime erë, të cilat janë të jashtëligjshme në Amerikë, me presidentin Trump. Jo kam thënë disa herë që Departamenti Amerikan i Shtetit ka prodhuar ignorancë. Njërën për tyre syreshe pat sot. Nuk ka sepse përfaqësuesi i Amerikës shkonte të ulej në një veprimtari me një kompani që këtu se një faskush. Mund shkosh në thjesht atasheu ekonomik. Rama e ka futur në një grack, por ata që e kanë sjell përfaqësuesin e Amerikës janë ata investitorët amerikanë. Pra mjafton një telefonat nga një senator, nga një kongresmen, nga ata që janë pas tyre, dhe ajo shkon aty. Ne kemi parë dhe Pompeun që vinte bënte sponsorizime për kompanitë e naftës e të gazit amerikan dhe përdore nga Rama. Nuk është as i pari, nuk është as i fund, por ky departament ka një qasje tjetër që do të jemi publik, do të bëjmë deklarata vetëm kur ka interesa financiare të Amerikës. Nuk do të flasim për tretat e njerëzit, për zgjedhjet e vjedhura, për korrupsionin. Dhe unë besoj se kjo dalje e Van Hornit do të jetë fundi i saj. Do ta largojnë. Sepse tregoi ignorancën e saj diplomatike, nuk mund bjerë në grac. Unë e di shumë mirë që kur Merz vjen në Shtëpinë e Bardhë, kërkon të di se çfarë do të ndodhë në Shtëpinë e Bardhë dhe thotë, nëse ndodh kjo nuk vi. Që është me donën e madh. Dhe jo me një protokoll të thjesht ambasade e cila është ulur në nivelin e regatës. Nuk ka ambasador. Megjithatë ajo përfaqëson Departamentin Amerikan të Shtetit që është në kaos. Rubio ka emëruar emrime politike 70 deri në 100. Departamenti ka 27.000 diplomatë dhe 93% janë Euroclear and Company. Kjo është kultura korporative e Departamentit Amerikan të Shtetit. Nuk është gafa e parë. E diplomatë dhe më të lartë se ajo. Sepse asnjë zyrtar që vjen dhe ka ardhur në Shqipëri nuk e ka takuar Ramën. Urimi ngushëllues për festat e nëndorit si nga Rubio dhe Rama dihet. Nuk e uroi kush për zgjedhjet, nuk e ftuan tek luftania e parë amerikane që erdhin për ditën shqiptar. S'ka qenë 4 korrik. Por natyrisht ai ka investuar tek familja, tek Kushner dhe kërkon të blerë heshtjen. Por amerikanët kanë mbështetur SPAK. Data 22 do të jetë përcaktuese. Në qoftë se gjykata kushtetuese do të ngrihet në nivelin e saj real, do të pezulloj një lëtyrë, një ligavece, një kusare, një ish pastruese që bëhet zëvendëskryeministër, SPAK-u do të kërkon edhe pezullimin e Ramës, jo vonë. E ka bler gjykatën kushtetuese? Dhe a shikon opozita shqiptare çfarë po ndodh në Iran, çfarë ndodh në Bullgari? Nuk ikën në Rama me konferencë apo koncerte si të Vienës. Një figurë e tillë do qëndrim si ata herojnë Iran, si ata të zgjuan në Bullgari, në Rumani apo dhe në Serbi.
Berisha thot që unë nuk vin pushtet me dhunë, nuk ja ka kërkuar kush. Por deklarata e mëdhësisë e pavarësisë amerikane thot populli ka të drejtë të përmbysë me armë qeverinë nëse bëhet despotike. Dhe kjo ka ndodhur në Shqipëri. Aq më tepër që interesat e Ramës nuk përputhen me interesat amerikane. Pavarësisht që është kompani amerikane në tropoj miliardat shkojnë në Kinë, tek ato mullin me erë dhe jo, përsëris disa herë, presidenti Trump me urdhër ekzekutiv ka ndaluar këtë lloj industrie që nuk është me efektivitet. Dhe ideja tjetër që mjafton ta marrin edhe kompani amerikane nuk ka korrupsion, nuk ta ble kush. Nuk ta ble kush. Sepse po të shikosh mesazhet dhe dalin përsëri hajdut e kusar gjenden kudo, nuk ka rëndësi pasaporta. Nga dikush që është e kapur keqas dhe tjetri që konsiderohet si Noriega, shtet mafioz, narkoshtet, por ata që rrezojnë janë shqiptarë. As Van Horni, as Macron, as Moska, sepse edhe Ramiz Alia në ditët e fundit u lidh me irakenët, kërkonte të cilte investime, ju drejtua Moskës, dhe kur vinte në OKB, takonte Shevardnadze. Dhe përpara se të lidhte marrëdhëniet me Amerikën, lidhi me Bashkimin Sovjetik. Rama duhet ta di që këta e din, që kur erdhi për herë të parë këtu në OKB si kryeministër i ri, takoi Lavrovin. Dhe ajo lloj e të folure, duke përmendur arabët dhe kinezët, me përfaqësuesin e superfuqisë të vetme që shikon Kinën si rreziku më të madh ndaj saj, tregon pierrën e tij mendore, mungesën e njohurive të diplomacisë dhe një lloj sfide për portretizuar veten si viktim në këtë gjah të madh në korrupsionit galopant dhe trafiqeve të drogës, Sinaloa dhe Bitcoin. Ai e di fundin e tij. Por kërkon të përdor në maksimum miliardat e dollarëve të vjedhura dhe dje pat Sorosi ka blerë nga të dyja krahët në politikën amerikane. Ka sponsorizuar dhe republikanë. Sekretari Thesarit është ish ortakut i Kushner është Sorosian. Kanë lidhje familjare. Por Deep State, ata që mbështesin Spakun e urrejnë. Kash Patel nuk do të jetë drejtori i FBI-t në qoftë se nuk shon përpara gjykatës si grup të strukturuar kriminal Sorosin. RICO, Departamenti i Drejtësisë, i ka dërguar akuzë që s'ka ndodhur kur kreu të Federal Reserve për të plotësuar kënaqësinë e Trump, i cili sot do të marrë informacion se çfarë do të ngjasë në Iran. Do të bombardojë, do të vrasë Khamenei, do të bëjnë luftë propagandistike, por ata heronjë që janë ngritur në Iran janë shembull i madh për të gjithë. E keqja nuk ikën me violina si koncerti i Vienës. Ka qenë një shprehje plumbi do plumb, unë nuk jam për plumba në Shqipëri. Po ai njeri anti-shqiptar, ai njeri që guxon dhe tallet dhe me një diplomat e tulët, e cila ka përkohësisht pozicionin e numrit 1, meriton që ta të ketë një fund të tillë si shpati dhe Maduro. Në qoftë se gjykatas shqiptare ngrihet në nivelin e vet, pezullon Kusaren, ish pastruesin e Athinës, Mataharin e Athinës, Rama pezullohet. Nuk ka rëndësi se kush vjen. Hapet loja. Duhet Republikë e re. Këta që janë parlament për mua asnjë mos ty, kur mos hyshin. Shkrirë gjykatës kushtetuese, kushtetutë e re, sistemi i ri. Ndryshe vitet e ardhme e Shqipërisë. Dhe faji është i të gjithëve shqiptarëve, kudo, si këtu dhe atje. Ju falenderoj.
Donësh Shqipëri. Ku donësh Shqipëri.